Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi zhvillimet e forta të ditëve të fundit dhe konkretisht të ditës së sotme, ku ka ardhur një mesazh mjaft i fortë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës sa i përket luftës ndaj karteleve të drogës që duhet të kryejë Shqipëria për të ecur përpara në procesin euro-atlantik. Dhe ky mesazh ka ardhur nga sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio. Për të folur konkretisht për këtë çështje, por e tematika tjera, ne kemi të ftuar avokatin e njohur Zaçe Islami. Zoti Islami, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmbrëma. Zoti Islami, në mesazhin që ka adresuar sekretari amerikan i Shtetit në ditën e pavarësisë për Shqipërinë, nuk harron të theksoj se Shqipëria do duhet të luftojë korrupsionin, krimin organizuar dhe kartelet e drogës. A është ky një mesazh i drejtë për drejtë ndaj Edi Ramës në këtë rast? Patjetër që është një mesazh i drejtë për drejtë për Edi Ramën, por zoti Marco Rubio dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i falenderojmë një herë që na urojnë për festën e 28 nëntorit, por kam një kërkesë për zotin Marco Rubio. Zoti Marco Rubio të ndërpres çdo lloj kontakti me këtë qeveri banditësh, hajdutësh dhe gangsterësh që është në pushtet në Shqipëri. Të ndërpres çdo lloj kontakti dhe të urdhërojnë FBI-n, BKH-n, SPAK-un të fillojnë të arrestojnë të gjithë të korruptuarit këtu. Se korrupsioni këtu nuk ikën me një mesazh të Marco Rubios. Këtu korrupsioni ka rënë që në 41-shin që u krijua ky kancer në shtetin shqiptar, te populli shqiptar, dhe sot e kësaj dite vazhdon dhe i lëshon metastazat në mënyrë galopante. Zoti Marco Rubio duhet të kërkojë një herë në radhë të parë ndalimin e vjedhjes së pronave të shqiptarëve, të kërkojë ndalimin e përzënies së shqiptarëve nga Shqipëria, të kërkojë shumë gjëra që është i detyruar të na ndihmojë dhe ta qërojmë këtë tmerr që ka zënë Shqipërinë. Nuk them se nuk është problemi ajo çështje drogës, po ata e dinë drogën. E di që Shqipëria ka mbjell hashash dhe mbjell hashash vit për vit. Nuk e dinë, nuk e kanë njerëzit e tyre, i kanë. Të tëra i dinë. Ç'kan bërë deri më sot? Prandaj zoti Rubio edhe Departamenti i Shtetit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të më dëgjojë këto që i them unë, se këto i thot një jurist, i thot njëri që është i pastër në Republikën e Shqipërisë, është i pastër nga ana morale sa askush tjetër në politikën shqiptare, dhe të na dalë Zot, nëse na del Zot. Nëse s'na del Zot, atëre të vazhdoj të maj mirë marrëdhëniet me Edi Ramën, të gjej dhe në një Megonigal tjetër Edi Rama ta rekrutoj, siç rekrutoi Megonigalin, dhe jemi në rregull, s'kemi ndonjë gjë. Kështu bëhen punët. Po ju si mendoni se mund të veprojë Shtetet Bashkuara të Amerikës kundrejt Edi Ramës, duke qenë se ai ka dhe një dosje të hapur në Shtetet Bashkuara, siç është ajo e Charles Megonigal? E para një shpallje non grata. E para, që si pengon asgjë ta bëj, duke pasur prova dhe fakte me mira. Dhe unë nuk e kuptoj pse i vinë, pse e mbështesin, ose si thua, pse nuk ndihen me këto që po bën Edi Rama në Shqipëri. Pse nuk ndihen ata? Këtë s'po kuptoj. Edi Rama, zotëri, Edi Rama ka shkatëruar shtetin shqiptar. Edi Rama e ka bërë Shqipërinë koloni ruse. Edi Rama e ka bërë Shqipërinë koloni ruse. Këtu komandojnë agentët rus, agentët serb, agentët grek, lloj agentësh gëlojnë këtu në Shqipëri. Dhe Shqipëria është në ditë të hallit. Nuk ka qenë ndonjëherë më keq se kaq. Nuk kishte ndodhur ndonjëherë që të iknin brenda 10 vjetësh 1,5 milion shqiptar nga Shqipëria. Që kur mori pushtetin ky gangster, ky Palacio, ky ç'të të them tani, dhe fajtor për këtë janë vetë amerikanët, se e lanë, edhe po e lën akoma. Po ndoshta Amerika ka menduar një moment tjetër, ashtu siç veproi me Sali Berishën, duke e shpallur non grata. Çai bëri Sali Berishës asgjë. Gjëm në këmbë si ka hyrë atij spionit të Moskës edhe të Beogradit, edhe të sigurimit të shtetit. Si ka hyrë gjëm në këmbë, çka ka ai? Për bukurisht. Edhe me këtë ashtu do bëjnë këta, dhe të bëjnë ashtu, të shpallin non grata edhe mirë bëjnë që vjedhin këtu. Këtu mungojnë, janë vjedhur mbi 15 miliard
euro zotëri nga ky pushtet janë mbledhur mbi 15 miliardë euro. Amerika këto i di. Amerika nuk e di që po ndërtojnë 10 grattacielin në Tiranë, ku i gjin parat? Çfarë këto para që ndërtojnë kështu? Origjinën, follow the man, ndiq paran. Pse se bëjnë këtë? Prandaj zoti Rubio ti lër ato mesazhet kështu, pa nuk prishet puna po i meti qefi, se unë jam shqiptar, jam shtetas amerikan. Ti lër ato dhe të flas ashtu siç duhet fol. Mua më ndjek ambasada amerikane në këto që them tani, emisionin tuaj e ndjek, unë e di jam i sigurt që e ndjek dhe duhet të dal zot atyre që na kanë premtuar deri tani për mbrojtjen e demokracisë, për mbrojtjen e lirisë, për mbrojtjen e drejtave të njeriut, për mbrojtjen e Shqipërisë nga këta gangster neokomunistë që kanë marrë pushtetin në Shqipëri. Zoti Islami, çfarë po ndodh me rastin e Belinda Ballukut, ku duket se ka rënë tashmë në heshtje dhe topi ka kaluar gjykatës kushtetuese? Edi Rama në këtë rast është duke mbrojtur atë dhe veten që po vepron në këtë mënyrë, apo fshihet diçka tjetër në këtë rast? Këtë dëshiroj ta dëgjojnë ata zotërinjtë e BKI-s, të SPAK-ut dhe ambasada amerikane dhe Marco Rubio. Ta dëgjoj dhe ai. Ç'pun ka hajdutllëku me gjykatën kushtetuese? Me këtë tallën këta. Po pra çfarë punë ka? S'ka si punë, tallet me shqiptarë, tallet dhe me amerikanët. Dhe i lumë që i shkon gomarin urë. Të mbetemi te rasti Belinda Ballukut. Ju si e shikoni në këtë rast, Edi Rama po mbron veten e tij duke mbrojtur Ballukun, apo po luhet diçka tjetër në këtë mes? Po s'bëhet fjalë para që mbron veten. Kjo situasë në këtë dinë e kalamajt e rrugëve. Si ore pushohet nga puna, jo pezullohet nga puna me vendim të gjykatës speciale kundër krimit dhe korrupsionit dhe është akoma në qeveri, është akoma zëvendës kryeministri. Jo më zotëri, jo, është band hajdutësh që vjedh dhe janë bashkë dhe ajo i di të gjitha pislliqet e Edi Ramës, prandaj nuk ndihet, nuk luan miza, nuk luan. Çfarë di në këtë rast sipas jush? Si kam unë dokumentat, i ka SPAK-u dokumentat. Dhe çfarë di ajo i di SPAK-u. Çfarë di ajo i din ministria që ka drejtuar ajo deri dje, janë të tëra të ditura të njohura. Unë nuk kam bërë hetim që të t'ja përgjigje se çfarë di ajo. Nuk e di. Po ta marrun pyetje di se si them dhe si kërkoj. Por këtu gjërat janë të tilla që komunistët nuk e lëshojnë njëri tjetrin, nuk njihet sistemi i dorëheqjes në Shqipëri, nuk njihet kultura e dorëheqjes në Shqipëri, nuk njihet kultura demokratike. Në Shqipëri jetojmë në diktaturën e Enver Hoxhës të ripërsëritur me fjalën rilindje, dhe rilindja është rilindja e Partisë Punës. Rilindja e Partisë Komuniste të Shqipërisë e vitit 41, 45, 90, 2025 e drejtuar e krijuar nga sërbët Dušan Mungosha dhe Miladin Popovici dhe vazhdon dhe sot e kësaj dite. Kaq. Zoti Islami, pse SPAK-u nuk vepron kundrejt Edi Ramës, duke qenë se ai ka firmën atje si kryeministër në rastin e mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Territorit, teksa udhëzon ministren e infrastrukturës Belinda Balluku për tunelin në Llogaras? Zoti gazetar, SPAK-u është në komandën e Edi Ramës, kjo është vërtetuar katërcifrisht. Kaq. Po si është në komandën e Edi Ramës? Se njëherë thoni e kanë amerikanët, njëherë e ka Edi Rama. Kush e ka tani? Nuk e them unë. Është thënë dhe na është thënë që SPAK-u e kanë krijuar amerikanët. Derisa e kanë krijuar amerikanët, i dalën zot. Një bëjnë dy. O e kanë krijuar amerikanët dhe duhet të shërbejë ligjit dhe demokracisë në Shqipëri, ose janë tallur me ne dhe amerikanët dhe komunistët e Shqipërisë. Ka që thjesht është. Në këtë rast, si mendoni se gjykata kushtetuese do të vendosë kundrejt Belinda Ballukut javën e ardhshme, duke qenë se pritet që të merret një vendim kundrejt saj? Unë mendoj që gjykata kushtetuese duhet ta kthejë mbrapsht. Mos e shqyrtoj fare, se nuk ka të bëjë me shkelje ligjshmërie. Ka të bëjë thjesht me hajdutllok, me vjedhje. Nëse gjykata kushtetuese merret për të mbrojtur hajdutët e Shqipërisë, që dhe ajo është pjesa e nomenklature politike, nuk më çudit, mund ta bëj. Zoti Islami, si e shikoni vitin e ri 2026 në raport me Edi Ramën dhe a do të vijojë ai të qeverisë deri në vitin 2029?
Në qoftë se nuk ndryhojnë amerikanët dhe në qoftë se SPAK-u nuk bën detyrën, ai do vej jo në 2029, po do vej në 2329. Po çfarë do duhet bëj nga ana tjetër opozita, e cila duket se ka filluar që të zi brenda saj dhe grupet caktuara kërkojnë rrëzimin e Berishës? Prap zë në gojë opozitë, po ku ka opozitë më zotëri? Pa jo opozitë që është pra? S'është ka opozitë, jo. Nuk ka. Nuk ka opozitë. Është Partia e Punës të pushtet me dy bandit aty, me dy hajdut, Salihun edhe Edi. Po lëvizjet e fundit, si keni parë kundrejt Berishës, ku po përpiqet që të rrëzohet Berisha nga drejtimi i Partisë Demokratike? Nuk e dim çfarë zien atje brenda. Po duhet i keni lexuar lajmet e sfundmi, ku ka pasur një takim të grupeve të caktuara. Po nuk i lexoj sepse po si pas vetë gjërat, po si dëgjova vetë, lajmet janë lajme. Secili shkruan çfarë do qepi. Do ta jepja mendimin tim, po që se do isha atje të dëgjoja çfarë thon, ose po që se do të shikoja në ekran çfarë thot njëri e tjetri. Ata asnjëri nuk ngrihet kundër Saliu se nuk janë ban, se Saliu ka krijuar atë klik banditës dhe hajdutësh që nuk ka burnën që i afrohet. Dhe kam parasysh atë flamurnokën që i tha saj vajzës zonjës atje në kujse në Kamës. Në Kamës ku që i tha, unë të heq nga partia ty, i tha. E ka pronë. Ore këta janë të pa fytyrë. Zotëri janë të pa fytyrë. Si e shikoni reagimin e flamurnokës në këtë rast kundrejt një antarje të thjesht Partisë Demokratike? Reagim banditi kundrejt viktimës. E quan viktim atë. Ajo nuk është më parti. Nuk është më Partia Demokratike. Ajo është një grup i strukturuar kriminal i cili tallet me ish simpatizantët dhe me simpatizantët e tij. Pik, s'ka asnjë gjë demokratike aty. Asnjë fije demokracie nuk ka aty. Ai s'ka bër, ata s'kan bër kongres, ata s'kan bër mbledhje të grup seksioneve, ata s'kan pranuar kandidatura nga baza, po të tëra i cakton ai atje sipas prefekturave, preferencave, që ti miratojnë ato që bën ai, edhe hajde mirëpafshim. Kjo është mënyra e qeverisjes, siç e kishte Enver Hoxha, eksaktësisht më. Sali Berisha në strukturën e Partisë Demokratike imiton 100% Enver Hoxhën. E harruat kopi-gopin e 2005-s, që sollin na djalli sëmës atë Lulushin, ai Sali Berisha. Po në këtë rast, çfarë do duhet të bërë brenda Partisë Demokratike duke pasur elemente të tillë si flamurnoka, të cilët nuk po bëjnë dot opozitën e duhur përballë qeverisë së kryeministrit Edi Rama? Duhet të shkrihet ajo udhëheqje, të krijohet udhëheqje e re e Partisë Demokratike dhe të dalën në krye demokratë të mirëfillt. Ke Lisandër Hoxhën, që është djalë i shkëlqyer, që e njoh, ke Erges Eskiu, që është dhe ai një djalë shumë i mirë, po këtyre s'u hap njëri rrugë, dhe rruga i hapet banditëve si flamurnoka. Ja kaq. Pse Berisha nuk e hap rrugën për drejtimin ose që të shfaqet një leadership i ri për të marrë drejtimin e Partisë Demokratike? Sepse ai me ombrellën e kryetarit të PD-s është akoma i lirë, se do që futur me kohën burr. Se thjesht po një plus i do që të siguroj që nesër pas nesër Partinë Demokratike ta marrë bija siç po flitet. Ju mendoni se mund ta marrë Argita Maltezi? Atë plan ka Berisha, se di sa do realizohet. Se kjo është folur. Në qarqit e PD-s është përfolur dhe folur. Nuk e di. Prandaj thash që nuk mund të jap mendim pa qenë vetë atje. Po, nga ana tjetër, si e shikoni fatin e Berishës, duke qenë se nuk po lëshon pe sa i përket drejtimit të opozitës, konkretisht Partisë Demokratike, dhe nga ana tjetër ka vendosur që të mbaj foltore javë për javë përpara kryeministrisë. Çfarë kërkon të arrijë në këtë rast? Asnjë, thjesht të mbaj veten në pushtet. Asnjë për demokratët, asnjë për demokracinë, asnjë për Shqipërinë. Thjesht për interesin e tij personal. Kaq. Zot Islami, a është Berisha njeriu kryesor që mban në pushtet Edi Ramën? Fiks, mos e luaj më. Kjo shprehje i vulën bisedës. Edi Ramën e mban në pushtet antari i Partisë Punës Sali Berisha. Po si, me çfarë lloj mënyre? Ja, duke shkatërruar opozitën.
Po të kishte opozit, do rrite akoma Edi Rama aty kushtë? Është përdor mekanizmi, shuarja e opozitës, shkatërimi i opozitës, qëndron jep mundësinë Edi Ramës të rinë pushtet, ka që thjesht është. Dhe pyetja e fundit, si mendoni cila duhet të jetë rruga që duhet ndjek opozita në këtë rast në përballjen me Edi Ramën? Opozita të organizohet njëre të heq të qërojat kupol që kanë krye. Të qërojat atë kupol që kanë krye, të dalën djemtë e ri dhe vajzat e reja në krye të Partisë Demokratike, të bëhet vërtet parti e djathtë, të grumbullojë rreth vetes të gjithë pasardhësit e të përdjekurve politik dhe të pronarëve të pronave të Shqipërisë, që të bëhet parti e djathtë e mirëfillt. Ndryshe do rrihet dikush dhe mirëse dhe të vegjetojë. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë falenderit për ftesën.